Nëpërmjet u përurua qendra e rikuperimit të materialeve të riciklueshme, një investim i Bashkimit Evropian dhe qeverisë gjermane në kuadër të programit Ekonomia qarkulluese dhe qytetet e jetueshme, zbatuar nga Gizelbenia. Në ceremoninë e inaugurimit morën pjesë ministri i mjedisit Sofian Jaupaj, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato dhe përfaqësues të Komisionit Evropian të Gizit. Kryetaria e Bashkisë së Përmetit, zonja Alma Hoxha, theksoi se kjo qendër nuk është vetëm një investim për menaxhimin e mbetjeve, por edhe një hap i madh drejt krijimit të një kulture të re mjedisore për qytetin. Kur puna bëhet me vizion, me partnerë të mirë dhe me përkushtim ndaj njerëzve, rezultatet janë të prekshme, u shpreh ajo. Qendra e re do t'i mundsojë Bashkisë Përmet ndarjen, presimin dhe riciklimin e materialeve si plastika, letra dhe alumini, duke i mbajtur larg natyrës dhe duke krijuar të ardhura që forcojnë shërbimet mjedisore. Ky është një hap i rëndësishëm drejt një Përmeti më të pastër dhe më të gjelbër dhe më të qëndrueshëm.